Ja, e hoqi fare, e fiku. E uli volumin. Vetëm për të mos të parë ty në këto skena horrori. Mundohë me qenë modern, ja. Lutem, lere s'është dhe fillimi i emisionit, se kemi emision të gjatë përpara. Pikërisht, mi mbrëma. Vajza jeni bërë shumë të bukura sonte, fix si për Kurban Bayram. Bravo Gjemër, gëzuar Gjemi. Gëzuar gjithve për shumë vjetë Kurban Bayrami, gëzuar gjitha familjeve muslimane dhe jo vetëm në Shqipëri. Gëzuar edhe ju vajza që edhe në Spanje festojnë. Festojnë, patjetër. Gjithë spanjollët që janë në Shqipëri. Gëzuar. Tani Gjemi kemi do merremi me një kështu, me një kleçk, si që është martesa. është një kleçk ajo. Qa do të them për martesën? Tani vajzat janë beqare, ki pasat lumëtra janë? Po, shtë lumëtra janë, po edhe unë jam shumë e lumëtur që jam e martuar. Edhe neve që jemi të martuar të lumëtur jem kushta. Edhe mos me qenë, duhet me qenë aty ti, mos me sigur. Tani pyetja është, kush jetojnë më gjatë? Kush jeton më gjatë? Po, të beqarët apo të martuarit? Të beqarët apo të martuarit? Dgjoj, tash ne të martuar jemi edhe gjallë jemi. Tash se di sa do të çojmë dhe sa do durojmë. Po gjallë do ishim edhe sigurt se jemi të ri. Po besoj që shkon gjatë nëse fillon e humb dëgjimin. Pra nuk ndodh kot ai proces, e kupton? Po, sepse kur nuk gjatë, themun, nuk e di. Thamon. Po ç'a bëjmë tash? Ç'a thua ti? Po sigurt ta provojmë pjesën e dytë tjetër si beqar. Fol për vete se unë jam shumë mirë. Okej, dakor. Edhe unë mirë jam pra. Lere, pyesim popullin si kush jeton më gjatë? Të martuarit apo të beqaret? Kush jeton më gjatë? Një martuar apo një beqar? Kush jeton më gjatë? Një martuar apo një beqar? Atë se dajta, se bëva këtë bis mund ikën për lesh farë. Ikën. Parën ajo së mundje leshit. Do themi kush jeton më gjatë? Se ne kemi qenë maj malit e. Po kemi hoqë umër të lëndyshëm në por. Po. Në ime tonë të dy më të i tonë dhe rëmpakuar hop të gjalpën e kosën e mishën e. Të shi, shko ha mish në Tiranë, ku ka mish more? I vinë nga India, pala ka vjena ne e farë. Që da ashtu? E dëgjove pyetjen? Pyetjen e dëgjove? E ndjove pra? Ka dy beku tani me pyetjen. Ore, në qafta se nuk e smunje, mund tjetësh, ose mund desh farë. Ka që dhe? E që martohet, ore, se e që s'martohet vret menja në për rrugët. Po, është të splasnon të për te? Po e full. A që nuk martohet, vdes më para, Vdek është e shkretë, së është martu fëmija, ja. Thani ju që u martuat. Mirë. Mirë, pane. Do pjesë dhe të tjerë, do pjesë. Hajde. Ku di unë për vëzime nuk jam, as i martuar, jam i divorcuar. Kush e di sa sheku i dorosh ti? Ku di unë, se më të rojë këto 10 vjetë që më kanë betur. 10? Po ku e di që të kanë betur 10? Ata e di zotit, janë si do në rrugë dhe zotit. Ti e bëre të nden, i provove të dyja. Unë themi martuari. Po pse i martuari, pa? Pak vuajtje ka i, pa? Mi thua. Ka diferenca në mënyrën e jetës të beqarit me të martuarit? Kush bën jetë më të rregullt? Lidhje ka kjo. Që lidhje ka kjo, po të konsumon ajo. Kush të konsumon? Ai çapkoni harxhon më shumë. Edhe? Ai që së çapkon, po martohet e krijon familje, bën jetë më të rregullt. Kisha mendim tjetër. Se pranon ti këtë? Të martuar, detyrimisht. Po pse, ja se këtu është të po ta ha shpirtin ajor, qartë të vëtë. Po të grinë, ore. Fëmijite. Ore të grinë fëmijite, gruaje, vjerraje, kurletrite, matenakëte. Kur je beqar, Po kur plakesh pasaj, ku do veç? Kush do të bëj zmet? A, ti e do për i shmeqare, këtë po pëtua ti të shi? Pas ka qenë njëri... Jo, bo, ju të martuarit. Ashtë jeni bërëve të rritë, nuk ta varë një fare. Një beqar është tani... Dhe se më plasën. Po, ashtu u thëmë, po se varë është. Ti vetë je? Beqar apo i martuar? Beqar. Dhe ka vërtet? Ja. Një beqar. A di pse? Ja.
se nuk e problem me gruja. Prandaj ti je beqare? Po? Prandaj si martuar me grua ti? Bravo të qoftë. As me grua, as me burr. O, leri këto tash, këto janë hollësira. Se di unë. Unë di si martohem me si beqarit, po që se kur I vindi dhe bles. Kot që pyes. Po kot fare. Kot fare. I martuari. Ku e gjet? Po e di. Po nga e di? Po se di. Po s'është martuar kur atëre. Jo si martuar. Shikoj. Po si martuar më. O kur I vindi dhe beqarit, dhe ikën, oba! Opa! Ku ka si familja, more? Martoni, më quna, Ka martoni! si fëmijë, që është në mëgjes ke një motiv vjetër. Patjetër, shumë bukur. E vërtet se martesa të Rrini zgjat vetëm, jetën. e vërtet, ta zgjat jetën. Sidomos fëmijët. E çam nolli ditë ti Xhemi isha duke pi kafe me gruan me I lokal aty. Edhe pa pritur erdhi një nga miqtë e mi, është beqare, me thënë drejtën, tha ecë po pi kafe me këta. Ishte çik I tensionum fytyrë, ishte pak si I stresum. Pse? Po se di, se mora vesh nëse ul aty, po në atë moment na gjeti në një kështu, në një diskusion le të themi. Uzura me gruan në sy të shokut? Po uzura. Ato zënkat tona se s'ka, nuk ka çik pa zënka. Konfliktet. Po të Jo, thjesht, ato konflikte natyrale që ndodhin zakonisht. Ato se s'ka vaj. Jo, po pse se bledi, jo pse se mori, jo kur erdhe, jo kur e bërë. Plaset edhe me koka. Po jo deri këtë pikë. Ishim këto zënkat. Ikale edhe zgjat janë 10 Keni minuta. bë këto skena në sy të shokut, më. Ase u kujtova që kisha këtë shokun aty, I thash thaj, po shoj herë me ta marrin vesh për çka ka njeriu. Ta marrin vesh se kush rrifat në këtë shtëpi. Po më vlla, çka kishe sot se pash je I stresu. Jo më tha unë erdha te ju tha se mu bë shumë beqarta, thash po kërkoj ndaj mendim. Në vajzë të mirë në gjë, po ju pash ju dy thash lere fare, amon. Si mos ta bash. Si puna ati që... E pash tu hik, e mora në telefonin i thash, shko te Xhemi se ka eksperiencë më të mirë. Jo, po thoja, si puna ati që e truan te prifti për ta martuar, po ishte tap, edhe I tha prifti, po silleni nesër, tha se sot është tap, është I pirë. Po çata, ky po ta sillesh Esel nuk martohet, nuk pranon. Do letëzosh në një problem aty apo si e ke hallin? Bëshaka. Okej, në 069 3333 313 numri vend dispozicion nga ne dashur miq për juve, do shkojmë me një herë në Fier. Pam. Kjo video I përket rrugës Spiro Papa në lagjen 1 Maj në Fier. Kemi 30 vjet që paguajmë taksa dhe nuk kemi kanalizime. Dhe uji ka mbuluar rrugën plot me gropa. Po diku do kaloja I uji tani? Diku do shpërthej. Po patjetër. Nuk duhet ashtu. Nuk është bërë thot asnjë investim. Këto që shihni janë ujërat e zeza që dalin nga gropat septike. Kështu është të gjithë rruga thot, dhe ne nuk kemi ku të kalojmë. Do përhapet ndonjë epidemi. Patjetër, sidomos tani një herë që po ngrohet koha, temperaturat po ikin kacafiu. E tmerrshme. Rreziku është më I lartë për epidemi. Nga Fieri do shtyjmë çik më tutje, do shkojmë në Vlorë. Lagja jon ka dhe lulishte para pallateve do. Bravo lagja juaj. Bravo me lulishte para pallatit. Shive pak lulishte. Është far. Është si kaf, nuk e di pse. Kjo lulishte. Të kanë mbjell. Dhe bari ka vajtur. Mbjellësh do korrësh mor Juli. Ka vajtur një plëm, po s'ka shkuar shumë, një plëm. Kjo duket si gjysmë metri, janë disa plëm. Po mos e merr me plëmbën tënde. Do na han gjarprind fëmijët thot, kemi frikë të lëmë në lagje të luajnë, në bashkisë të hap njëri derën për këto probleme. Banojmë në lagjen Kushtrimi Vlorë. Ju lutem bëni diçka se nuk nxjerrim dot fëmijët në lagje nga frika gjarprive, sepse lulishtja është e papastruar. Tani derisa të vinë këta të bashkisë, blini pak squfur, ju si banor të zonës dhe spëkateni zonën. Gjarprind nuk vinë aty ku ka squfur. Tani unë se kam kuptuar kur këtë Xhemi që thuti, sepse squfurin? Jo, squfurin. Nuk bën efekte ty se e kam provuar këtu. Jo, kam kuptuar squfurin, por nuk e kuptoj asnjëherë se si ju të shtetit I kërkoni njerëzve ta mirëmbajnë vetat e orë vlla, këta paguajnë taksë. Ore nuk presin fëmijët më sa të vi ky I bashkisë. Do dali fëmia të luaj. Patjetër rregull. Po shkojmë për ditë ta inspektoj dhe ta punoj, ta presi barin, ta dezinfektoj, ta bëj. M'vjen keq tani. M'vjen keq tani se edhe gjarpri nuk rri aty, e kupton, gjarpri do ujë. Ai shef që është fart çdo gjë. Gjarpri plas aty është këtu. Jo gjithmonë bashkimi bën fuqinë Juli. Çfarë mund t'i bëjnë një tuf delesh ujkut? Një tuf delesh ujkut, vallai. Asgjë, thjesht ikin, ashtu si dele, siç janë ikin ujkut. Interesant, po nëse e jet dele ke për të ngel. Pikërisht. Po u bomi tuf. Luaneshash, e luenërish. E di si kthehet ujku? Ujku kështu. Për momentin s'kemi që ta bëjmë ujkut. Po publicitet.
Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Tani, reatoni se do shkojmë çik në dibër të madhe, domethënë Aq larg do shkojmë? Po, do shkojmë në dibër të madhe, por Sebep është bërë një zonjë e cila është një shqiptaro-amerikane, jeton në Amerikë zonja. Nga kaq larg na ka ardhur ankesa? Po, nga kaq larg se na ndjekin atje. Po, e di që na ndjekin në Amerikë dhe i përshëndesim gjithë ata që na ndjekin. Dhe i falenderojmë që na besojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i puthim. Tani kjo zonjë me banim në Amerikë, pra shqiptare me banim në Amerikë, ka bler një pron në dibër të madhe. Po, shumë mirë. E cila i ka kushtuar diku te $500,000, €500,000 diçka e tillë. Çfarë si ka? Sa mirë. Jo, sa mirë. Se nuk është shumë e vogël. Leku këtej nga ne domosdoshmë. Jo, por nuk është shumë e vogël për dikë që shpenzon këto lek në një vend si Dibra e Madhe. Nuk është shumë e vogël, është e madhe. Jo, do të bëj një investim në vendlindje. Po çfarë ndodh? Tani zonja ka bler katin e parë dhe katin e dytë të një vile. Ta gëzoj shumë mirë. Tani ankesa është se dikush tjetër po ndërton në terracën e kësaj vile te kati i tretë. Po bukuri, po patjetër, tani terraca mos të shfrytëzohet. Po ç'pun ka këtu me terraca është për tash le të jetë hapësirë për bashkët. Nuk lihet bosh terraca. Qofse nuk ndërton zonja, ndërton Juli. Tani fal, kush po ndërton aty? Po ndërton një që s'ta them dot tash për momentin. Ma thot zonja më? A thot zonja, po normal. Përshëndetje, unë quhem Blinera Kosovrasti, jam nga Dibra e Madhe, me vendbanim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 15 vite tash. Arsyeja pse jem drejtuar Fix Fares është sepse ne kemi bërë një investim në vendlindje, kemi bërë blerjen e 2 banesave të një vile e sapo ndërtuar në Dibër, së bashku me 4 garazha. Për fat të keq, kemi asur në një mashtrim të madh, nuk kemi gjetur zgjedhje, për arsye u drejtuam Fix Fares. Problemi është sepse është pasi ne kemi bler katin e parë dhe katin e dytë të vilës, është bërë një kontratë, para kontratë me blerësin e tretë, i cili tash ka bërë ndërtimin pa leje në terasë, ku terasa është e përbashkët në bazë të ligjit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Terasa konsiderohet si e përbashkët, ndërsa ata kanë bërë një ndërtim pa leje, një kat tjetër aty sipër. Blerësi katit të tretë ishte që na tha se unë do bëj çfarë të dua këtu dhe askush nuk mundet të më ndaloj se jam shumë i fortë. Ne jemi pronar ligjor në bazë të këtij dokumenti që na është lëshuar nga Komuna e Dibrës. Pastaj, nëpërmjet këtij dokumenti, duhet të shkojmë te noteri dhe pastaj duhet të vijë shitësi të na jep nënshkrimin për solemnizim. Gjë që ne e kemi kërkuar nga shitësi, por shitësi duke pasur qëllime tjera të prapaanshme, ka refuzuar të vi të na e bëj në shkrimin e solemnizimit. Ne jemi paraqit edhe te gjykata e Dibrës, kemi quar lëndë, gjë që nuk kemi marrë përgjigje për 13 ditë. Mbas 13 ditë, gjykata e Dibrës na thotë se do e dërgoj në Gostivar, sepse nuk mundet të paraqitet si çështje në Dibër për shkak të shumës së madhe. Në ndërkohë, ne pasi paraqitëm ndërtimin pa leje, inspektori i urbanistikës, i ndërtimit, Yldrit Bomova, shkon në vend ngjarje dhe e konstaton ndërtimin pa leje, por nuk bën proces verbal. Pastaj ne detyrohemi që me anë të avokatit ton të shkojmë në mënyrë ligjore të kërkojmë të del përsëri në vendngjarje dhe të bën proces verbali. Po, çfarë bëri Inspektorati i Mbrojtjes Territorit? Ka venduar shiritin, siç mund ta shihni këtu, ka venduar dhe ka konstatuar ndërtim pa leje. Pas disa orësh, ja ku është shiriti. Nga Fiksi kërkojmë që organet kompetente të bëjnë në mënyrë të drejtë. Në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Duat që të gjithë qytetarët të jenë të barabartë para ligjit, ashtu siç duhet të jenë. Vetëm drejtësi, asgjë tjetër. Unë nuk dua që të banoj në një ndërtesë ku ka ndërtim pa leje. Nuk dua. Sa para keni paguar për atë pronë? $500,000. Pse vendosët Blinera të vini dhe të investoni në një vend si Dibra? Unë kam 2 vajza, ata janë
të lindura në Amerikë, por e kanë, e kemi çdo verën e vim në Dibër, ne kemi shtëpi në Dibër të trashëguar nga prindët e bashkëshortit, dhe këtë e bëm për t'u bërë kushtet më të mira vajzave. Juli, po ti pas ka marrë fund, mora Juli? Ka marrë fund, pavarësisht se që kanë pezulluar njerë punimet, po patjetër. sepse është konstatuar që ka qenë një shkelje, një ndërtim i palishëm, por pas kanë mbaru punë. Tani, problemi është se ne nuk e lamë me kaq. Fiksi ka shkuar në Dibër të Madhe. Pikja, ting. Edhe shkojmë atje, gjejmë një person atje, thotë, "Ore, unë po ndërtoj krejt, normal thotë, ç'është kjo? Unë jam brenda rregullave etj." A ka bërë me letra? Me letra thot ky. Brenda ligjit. Thot ky. Po këta të komunës ç'a thon? Tani shkum në komunë, po komuna që thot njëjtën gjë, që po e bën pronari sepse e ka bërë në kohën që s'ka kaluar akoma pronë e zonjës. Pra, kur janë bërë këto ndërtimet pa leje, nuk ishte regjistruar prona në emër të zonjës. Akoma, thot komuna. Po mirë, më prap në hapësirë të përbashkët, ti nuk mund të bësh ndërtime. Ti vazhdon të njëjtë, aty e vishte. Jo, këtë e the ti në fakt çfarë, po unë po bie dakord me ty. Ta sqarojmë, pra ta sqarojmë, kurdo. Falni, për çfarë gjizoni? Po, unë jam Antila Lika, gazetare nga Top Channel, emisioni Fix Fare. Kemi ardhur pasi kemi marrë një denoncim se në këtë ndërtesë lart është bërë një ndërtim pa leje. Tani, pse ndërtuam ne atë në alë lartë, me leje në ndërtimit, domethënë jam e Po gjithë. pse ju bllokoi policia bashkiake nëse ishit me leje? Nuk më kanë bllokuar. Pse ju bllokuan institucionet? Nuk më kanë bllokuar institucionet. Po, keni qenë njerë me shërit verdhe, unë kam foto. Se ai e ka denoncuar se jemi pa leje. Po mund të denoncoj kushdo, po nëse je me leje nuk të bllokon shteti. Jo, të bllokon. Si të bllokon? Nëse nuk e kanë shife lejen mund ta marrësh ti mirë, po nëse nuk e ke regjistruar në katastar, atëherë nuk e ke të ligjshme, kupton? Institucioni shtetëror të bllokoj se ishe i jashtëligjshëm apo i ligjshëm? I ligjshëm. Ju keni një kontratë që e thotë që ju keni të drejtë ta shfrytëzoni paraca? Po. A ma jep pak lutem? Kontratën nuk e kam momentalisht në letër, kontratën nuk i kam, po edhe nuk kam pse dua t'rregoj, sepse mendoj se nuk keni edhe leje për të incizuar, ju po incizoni, nuk është as çfarë problemi nga ana ime. A ka pas një nen specifik në kontratën tuaj që thuhej që këtë tarac do ta shfrytëzoj vetëm kati i tretë? A ma jep do ta shoh? Po nuk e kam atë para kontratën në telefon, se nuk e kam dokumentacion në vete. A mund t'ju lë një numër telefonit ma listi? Patjetër. 069. Edhe pse kanë kaluar 15 ditë nga takimi, nuk ka ardhur asnjë dokument i premtuar. Atëherë sa i përket rastit në fjalë, jam në dieni për shkak se dhe vetë si inspektor ndërtimi kam qenë i kyçur në këtë procedurë. Fillimisht është depozituar një ankesë nga personat që ju përmendet për aktivitete ndërtimi të paligjshme, siç pretendoj në ankesë. Është hartuar proces verbal ku janë konstatuar të gjithë gjetjet edhe parregullësitë që janë konstatuar në vendngjarje. Proces verbali i është dorëzuar edhe palës që ka parashtruar ankesën, edhe palës që është trajtuar si subjekti i mbikëqyrjes inspektuese. Konform dispozitave të ligjit për mbikëqyrje inspektuese, palja që është subjekti i mbikëqyrjes inspektuese ka kërkuar që të shqiptohet masa e vërejtjes dhe plotësimit të dokumentacionit, siç e ofron dispozita ligjore. Paraprakisht është shqiptuar dhe pjesa e ndalimit të punimeve dhe afat për plotësimin e dokumentacionit. Çfarë i mungonte? Atëherë, në rastin e fjalë, aktivitetet ndërtimore kryeshin pa akt vendim. Pra kur e ka këtë taracën në bashkëpunësi me individ të tjerë, si mund ta rregulloj? Pronësia e objektit dhe flet pronësia e tokës ishin 100% në pronësinë e investitorit. Pra investitori kishte ndërtuar objektin dhe ky investitor ju ka shitur pjesë të objektit të dy palëve. Pra qoftë palës që kishte katin e tretë që kishte nisur punimet në tarrac, qoftë palës që kishte katin e parë dhe të dytë që kanë bërë ankesën. Në momentin e aktiviteteve ndërtimore, asnjëra nga kontratat nuk ishte realizuar në kadastër dhe në fletpronësinë e dorëzuar deri te komuna Dibër, investitor figuronte ndërtuesi. Dhe leja e adaptimit me rikonstruksion, kërkesa për dokumentacion ligjor në komunën e Dibrës është udhëhequr nga ndërtuesi. Procedurën dhe lejen
për rekonstruksionin e terracës e ka bërë po ndërtuesi. Sa zgjati objekti i bllokuar, sa qëndroi bllokuar, pa ndërtuar. Por mund të them që mund të ishte diçka disa javëshe. Para që bëri ankesën, pas njoftimit që investitori ka marrë leje për adaptim dhe rekonstruksion, parashtroi një ankesë tek bashkia jonë, kundër vendimit. Mirë po, ankesën kundër vendimit nuk mund ta shqyrtonin prapë ne, sepse ne jemi organi i shkallës së parë që ne kemi dhënë atë. Dhe po bashkia jonë, institucioni jonë, të njëjtën ankesë e ka depozituar te Komisioni i shkallës së dytë në Ministrinë e Transportit. Po më tani se kjo çështje do shqyrtohet, Juli. Do shqyrtohet, do shkopsitet, si i thonë. Dhe kush më mirë se fiksi si e thishte e shkopsit. E shkopsit, patjetër. Kemi gjetur proces verbalin që ka pezulluar punimet dhe thot që nuk po e bënte ndërtimin pronari, thot. Kush po e bënte? Po e bënte Blersi i katit tret. Ha, pra e ka shitur pra katin e tret, e ka shitur dikujt tjetër. Bravo, dhe ky në kokë vetë çuj ditë po ndërton. Po tani si bie tani që po gënjen komuna? Jo, po gënjen, komuna na ka gënyer, kjo është e vërteta. Komuna na ka gënyer. Më fal, po kadastra, ç'thot kadastra? Tani kadastra se e kemi me kadastrin ti dëgjoj vetë me vesh tu. Fiksi ka siguruar proces verbalin që pezulloi punimet. Ndërtimi nuk po bëhej nga pronari i ndërtesës, por nga Blersi i katit të tretë, zoti Ylli Marku. Kështu, komuna gënjeu. Të njëjtën gjë na pohoi edhe kadastra, se kjo godin ka disa pronar. Madje, punojnësja e kadastrës, sa po sheh numrin e pasurisë, kupton se kush është ankuar. Top Channel. Kjo është për momentin përgjegjës në këtë institucion. Shqip di pak nuk di. Dhe me thanë. Atëherë, ne duam të pyesim mbi një pronë, objekt. Në emër të kujt ka qenë deri përpara 3 muajsh, mund edhe të ketë ndruar çfarë janë të muaj. Parcela rishtimë kur numër parcele. Merçeu rezidencë. Vjese. Ju intereson për Kosovra si Adria? Atëherë, ne na intereson kjo ndërtesë. Po. Kjo ndërtesë në emër të kujt është? Simen Maceski. Okej, firmës akoma. Ka shumë aty se janë të ndara banesat, janë të ndara shkallët, janë të ndara koridore. Gjithë kjo ndërtesa është emër të vetëm një personi apo disa persona? Disa persona. Si more Juli nga dolën disa pronar tani. Disa. Bëhet kështu më. Ora kjo zonja kujt ia dha këto $500, $500, ha? Kujt? A ka letër? Kush ka firmosur? Kush ka marrë këto para? Prona është $500,000, po pyetja që i bën ti është $1 milion, drejt më thonë. Sepse a di çam bën përshtypje mu Xhem? Kudo ku ka shqiptar në administrimin e gjërave, se edhe ndipër të madhe shqiptar janë. Po patjetër. Edhe këtu, domethënë kudo ku ka shqiptar ka ca kleçka. Pa qartësi do thuash ti. Ka domethënë ca vrima të zeza që nuk i kuptojmë mos si ka mundësi që ndodhin këto gjëra. Dhe ja, ndodh me Shqipërinë. Tani në fund të ditës zonja ka bërë një investim. Ka paguar qimet e kokës le të themi, po them investimin ndoshta gjithë jetën e saj për ta blerë atë pronë dhe është e drejtë që komuna, kadastra etj në Maqedoninë e Veriut, pra në Dibër të Madhe, ta zgjidhin këtë problem. Unë t'jem si zonja e bletë katën e tretë, me gjithë pronar. Qa ka ty bërë? Pronar e drejtë ty të bletë ty. Marrë dhe ty tani, kështu si ka vajtë këpunë. Po që i duhet pronar e pa nesër? Po qa të ketë një tjetër mbi kokë? Shpresojmë të zgjidhet zonjë dashur, shpresojmë. Publicitet. Bravo, vajtë. Sa bukur. Më pëlqeu që e mbarove dhe ti këtë. Brava, nuk e le thjesht. Bravo, vajza. Nuk e hënga të vonë. Karikatuar për sot, Juli. Në një dorë pushkën, në tjetrën paqen. Në tjetrën paqen. Siç do thoshte edhe Luisa, në njërin dorë path, në tjetrën pushk. Kjo pistoleta kështu në këtë planin e madh. Është i keq, e kupton? Pavarësisht se del ti nga ana tjetër. Ua, si ti ka fikse te Xhemi, shiko. Xhemi, largo pak, lutem. Ting. Jo, ti ke nga ana tjetër. Nëse janë ca karikatura Xhem që s'ka nevojë shumë për shpjegim, siç është kjo, sepse e ka thelbin krejt qartë. A ka mundësi të më ishte këtë pistoletë në lutem? Monitorime. Eq më është bërë politika muhabet mollësh, moj Xhemi. Po si, apo muhabet dardhash. Unë po them mollësh tash mos mu halla kat lart e poshtë. Kur e bëj analizën, unë e bëj në raport me mollët sa kam shport, jo me mollët si imagjinoj në shport.
Unë 4 mollë kam shport, dhe unë me këto 4 mollë e bëjnë një. Unë nuk imagjinoj 50 mollë dhe i kap dhe i shpërbajnë e përgatur. Po jo më zotri. Tani, si përfundim, sa mollë kishte në kokë ky zotria? Se mora vesh asun. Mere një nga 4 mollë. Jo teori politike. Pritë bëhet pen, merja kokra që të marrësh 50. Po me mbajt 4 mollë dhe me i pasë çdo bësh normal. Pa kuptoj që kur e bëj analizën, unë e bëj në raport me mollët sa kam shport, jo me mollët si imagjinoj në shport. Pra moj Gjemi, tashmë e kuptuam se mollët janë bërë kryefjala mediatike e momentit. Po më qënë ke bërë si shitës mollësh sot? Po jo unë më çpunga unë, po këta që dalin dhe flasin nëpër studio televizive. Po kështu fillon gjëja më se do ta gjuash tjetër, ç'është do ta gjuash me kokra molle. A di si nis loja shumë e thjeshtë. Nis për një kafe, përfundon në një dret. Po kështu fillon gjëja më se do ta gjuash tjetër, ç'është do ta gjuash me kokra molle. Pra mollët shërbejnë edhe për të gjuajtur more ju. Mo kokës. Po kështu fillon gjëja më se do ta gjuash tjetër, ç'është do ta gjuash me kokra molle. Ç'është do ta gjuash me kokra molle. Ore se nuk e kam kuptuar kur. Çfarë natyre jeti kështu zakonisht? Po unë zakonisht jam natyre turbullt, me thënë drejtën. E turbullt, ë? Po ti çfarë natyre je? Unë e qetë, po, ti duhet ta kishe kuptuar që jam natyre qetë. Tani je e qetë apo e butë? Vetëm atë brisku ta kenë kujdes zonja nga shtëpia, ai pret shumë dhe duhet të kesh shumë kujdes dhe më moment që mbaron duhet të vesh prap kapakun lart. Vendos prap kapakun lart sepse pret shumë. Mirë, mos e hap se po pritesh prapë. Deri në varë me atë bizetën bluzës. Natyre but. Mirë, mos e hap se po pritesh prapë. Deri në varë me atë bizetën bluzës. Natyre but. E shikon? Ka dhe të but. Je qetë apo e but? Ka. E but vende. Mirë, mos e hap se po pritesh prapë. Deri në varë me atë bizetën bluzës. Natyre but. Gjemi, je me nerva sot? Jo akoma, Juli, por kështu si e ke nisur do bëjmë shumë shpejt me nerva me ty. Ua, do bësh det, do më thënë. Ç'lidhje ka deti më? Po si më s'ka lidhje? Në fakt temperaturat janë ngritur goxha. Janë ngritur shumë. Vajti ndonjëra në plazh. Edhe deti çik me nerva. Nuk u lam dot. Po gjithsesi, paktën e pe nga larg. Paktën 1 nga le të 3 ka qenë. Por akoma është ky moti kështu jo me re, jo ja. Me nerva pra. Me nerva tamam. E shikon që ka lidhje? Pra deti ishte me nerva, Gjemi me nerva, do bëhet Gjemi si deti. Do të jap në një dall këtu ridhë. Faleminderit që ishit me ne dashuriq, bashkë do shihemi nesër. Ti Uli, do të vish, nuk e sa bën e di që nuk të iket, por do vish se s'bën se duhet të bestis vajza tash, vajza vazhdoni. Kupton veti. Gjemi, Jo, nuk do të kam dëgjuar mjaft.